Donald Trump do të drejtojë Gazën me ndihmën e Tony Blair si pjesë e planit 20 pikësh të presidentit amerikan për paqe të përjetshme në lindjen e mesme. Trump tha të hënën se do të mbikëqyrte një qeveri kalimtare në rripin e Gazës si kreu i një organi të ri të quajtur Bordi i Paqes, në të cilin do të bënte pjesë edhe Tony Blair. Trump tha se udhëheqësit e botës arabe i kishin kërkuar që ai të ishte kryetar i organit. Duke përshkruar planin, i cili përfshin tërheqjen e ushtrisë izraelite nga Gaza dhe lirimin e pengjeve të mbetura nga Hamasi, Trump tha: "Sot është një ditë historike për paqen, le ta quajmë paqe të përjetshme në lindjen e mesme." Plani me 20 pika u publikua nga qeveria amerikane vetëm pak minuta para se Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të mbanin një konferencë të përbashkët për shtyp. Plani thotë se nëse luftimet mbarojnë, Gaza do të vihet nën kontrollin e një qeverie kalimtare të kryesuar nga Trump dhe të tjerë, përfshirë kryeministrin britanik. Sipas planit, Gaza do të jetë një zonë e deradikalizuar dhe pa terrorizëm, që nuk përbën kërcënim për fqinjet e saj, pa rol për Hamasin në qeverisjen e saj të ardhshme, dhe do të zhvillohet për të mirën e popullit të saj. Plani gjithashtu thotë se askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza dhe se do të ketë ndihmë të shtuar për enklavën. Izraeli ndërkohë nuk do të pushtojë apo aneksojë Gazën sipas planit. Por ndërsa plani i Trumpit parashikon tërheqjen e trupave izraelite nga Gaza, kryeministri Benjamin Netanyahu tha pas kthimit të tij se trupat e IDF-s do të qëndrojnë në pjesën më të madhe të territorit. "Ne do të rimarrim të gjithë pengjet tona të gjallë, ndërsa ushtria izraelite do të mbetet në pjesën më të madhe të rripit të Gazës", tha Netanyahu në një video të publikuar në kanalin e tij në Telegram të martën në mëngjes. Netanyahu tha po ashtu se gjatë bisedimeve me presidentin Trump, ai nuk kishte rënë dakord për një shtet palestinez. As pak dhe nuk është e shkruar në marrëveshje. Një gjë u bë e qartë, ne do ta kundërshtojmë fuqimisht një shtet palestinez, tha Netanyahu. Ndërkohë, negociatorët e Hamasit thanë se do ta shqyrtonin planin me mirëbesim dhe do të jepnin një përgjigje. Trump e paralajmëroi Hamasin se nëse refuzon atë që ai ka ofruar, Izraeli do të ketë mbështetjen e plotë të SBA-s për të ndërmarrë çdo veprim që e konsideron të nevojshëm.